Me fillimin e sezonit të ngrohjes, kanë nisur edhe sfidat dhe përpjekjet e shumta të familjeve për të siguruar lëndë djegëse për ngrohje. Çmimet e drunjve, peletit dhe energjisë elektrike mbetin të larta, duke u kthyer në barë të rëndë ekonomike, sidomos për qytetarët që mbështeten në të ardhura modeste. Në Gostivar ngrohja me dru ka qenë ndër format më të përhapura, por tashmë është bërë jo vetëm më e kushtueshme, por edhe më sfiduese, veçanërisht për të moshuarit që kanë mbetur vetëm si pasojë e migrimit të rinjve. Për këtë arsye, shumë prej tyre po i drejtojnë ngrohjes me energji elektrike si një zgjidhje që nuk ju shkakton lodhje të shumta. Çmimet katastrofal. Unë me gëdru ngrofem, do kësha fjun, shumë vetë ngrofem. Sa metre i hargjoni për dimër? 7-8 metre. Ka sa e keni marrë metre? Moped, 65 euro. Janë shtrejta për? Shtrejnë, po si 70. Si nuk janë shtrejnë? Nuk ka jetë kjo qytet, kjo shtet. Mo lujte, nuk e shef sa shtrejnë, to nuk ne ha me bukën së mfrejën. Pensioni neve nuk na del 2-3 ditë. Ma strujën ta paguj, ma atë ne me mzej me bukën, me mzej. Në më duhet ndru me klimja. Sa pagunin mujt? Po 2-3 mijë. Në jagëll vetëm. Në Gjermani kom djalin nosën, colët këta qeja. Kom provu me peleti, ama kishte shumë punë. Shumë punë, E në djali i vendoj klimat, tha, nuk kita as dru djegish, as peletat të bjesh, ngrofu që kështu. E që ashtu ngrofëm. Ngrofesh me dru, do t'i bjesh drut. T'i bjesh këshpëja, po t'i bash, t'i vendash. ju s'mund E kështu e nuk mundem më 80 vjetë kam. A i keni marrë drut si vjetë? I kom marrë. Sa ishtë metre? Ka 70 euro marrë. Ama mu kom marrë, Sa duhet të merrni ju për ta kalu dimrin tamam? pa 12 metre dhe duhet. 12 metre, si të 12 kubik. Ti marim 400 euro rak. Si më përnën e privat në një sent, a mund të prish? S'mundesh. Qa është? Zort është, ama... Me inverter del 2 herë ma lirë se me dru. Sa paguani ju për një muaj, për shembull? Pa 100 euro deri 8.000 dinar, kur është dimni ftoft. 2 invertera. Dy vërtet. Do të thonë Shumë- si zgjidhje është më e mirë se gjitha tjerat. Ma e mirë se inverteri s'ka, kam pas edhe dru edhe krejt. Druni është... Ndoshta nxemjen e ka ma të mirë, ma naturale, ma mirë po rëndë është. Për mirë mbajtje, po. Iso drva, iso klima ureti. Edhe me drunj, edhe me klim, por shtrenjt edhe njëra, edhe tjetra. Valla hala si kem sigurën. Ende si Nuk keni di, ja. Sa ju kushton afërsisht një dimër? 2 ton naftë. 2 ton naftë. Po. A ju duket ma ekonomike kjo apo Po ashtu e kemi vendu edhe ashtu vazhdon. me dru me Se ne ndrojmë peleti tash kështu si. nuk e keni provu Jo, asnjëra? jo. Së darva se greja me. Së darva. Ngrohemi me drunj. Kemi marrë, por kemi marrë pak. Nëse duaj 5 metër kub, kemi marrë 3 metër kub që të dalim në skaj. 65 euro kemi paguar për 1 metër kub. Në kohën kur kriza ekonomike dhe çmimet e larta janë bërë kryefjala e çdo dite, ka ende qytetar që kanë arritur një farë stabiliteti ekonomik. Megjithatë, edhe ata nuk ndjehen të qetë kur shohin përreth tyre familje që vuajnë për nevojat më elementare të jetës. Se ne jemi të perëndimit, që ne nuk preket të me thonë gjendje ekonomike, ne jemi me qesh me perëndimi, po kisha thonë e kumë dhe unë pak të lashe këtë banorët e këtoshet, se nuk përputhet rroga mesatare për tura ato qytetarët e Maqedonisë Veriore. Këto unë sa e shof rrugë mesatare do kondi është 500 euro, a kurse një familje me 2 fëmijë, 4 persona qetë, ka nevojë mbi 1.000 euro, 1.800 euro. Po falë Zotit që jemi gjimetli familjar që ndihmojnë këtë për familjeve veta për diasporës në ja qesin fondin e mujt. Rritje e çmimeve të drunjve sidomos shton rrezikun e prerjeve ilegale të drunjve në Gostivar. Edhe këtë vit policia ka raportuar për 10 raste të prerjeve ilegale të pyjeve, ndërsa për periudhën që vjen, autoritetet përsërisin qëndrimin se në rastet kur gjatë kontrolleve gjenden mjete transporti që bartin drunj pa leje,
Ato do të konfiskohen dhe do të dërgohen në policinë malore për procedurë të mëtejshme, ndërsa ndaj personave të involvuar do të ngritet procedurë përkatëse.